Temperaturat pranverore kanë sjellë atmosferën e verës në qytetin bregdetar të Vlorës, duke kthyer këtë fundjavë në një destinacion të preferuar për turistët vendas dhe të huaj. Në rrugë kishte fluks më të shtuar të automjeteve. Dielli në kupën e qiellit i ka favorizuar edhe shëtitit Buzdetit apo njerëzit që qëndronin të ulur në shkallare për të shijuar këtë ditë pushimi dhe feste dhe pamjet e mrekullueshme që të ofron Bregdeti Vlorës. Plazhet kanë qenë të frekuentuara dhe qytetarë vendas dhe të huaj kanë përfituar nga moti i mirë për të kaluar momente relaksi Buzdetit. Kjo fundjavë ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve në Vlorë, duke shfrytëzuar kështu edhe festën e Pashkëve, ku temperaturat ishin relativisht të larta për periudhën e stinës ku gjendemi. Por shumë frekuentues të plazhit mes tyre të huaj nuk kanë nguruar të provojnë edhe ujin e detit, duke shfrytëzuar pikërisht temperaturat e larta. Prania e vizitorëve ka sjellë gjallëri përgjatë bulevardit kryesor të qytetit, rrugëve kryesore dhe lungomares, ndërsa bizneset tashmë duket se kanë nisur të operojnë të paktën në këtë fundjavë me kapacitet të plotë. Edhe pse jemi ende në mesin e pranverës, atmosfera në Vlorë ka ngjarë një ditë tipike verore, ndërsa nëse ritmet mbeten të tilla, qyteti i Vlorës do të vijojë të jetë frekuentuar edhe gjatë kësaj vere. Tashmë mbetet vetëm të shpresojmë që moti të vazhdojë të jetë me temperatura të larta, për t'i dhënë kështu një nisje të mbar sezonit veror, që me shumë mundësi duket premtues.